mëngjesit, Çupa. Ej, pa. Unë dhe nona sot do ham për mëngjes. Që do ham? Që do ham? Që do ham për mëngjes? I qefta se është karikuar. Ka mbaruar vërë baterit e mamit. Që do ham në të dy për mëngjes? Yeah, I told you. Duhen karikuar. Ne do ham pancakes. Në më thëmë krepa. Unë krepa t'i bëj super thjesht. Ves, qumësht, miell, asgjë tjetër. Do një herë në qoftë se kam do një vanilje, i hedh edhe vanilje, për momentin s'kam në shtëpi. Edhe i bëj të kjo, e madhja, e dallës, sepse të rrezohen shumë kollaj. Gjithmonë. Okej, tashi mos los me korrent, dale të shikoj mamën. Ç'a do? Do gjus nono. Kjo është masa. Edhe, si që thash, vetëm vez, qumësht edhe miell. Përzej si fillim vezet me qumshtin, edhe pastaj shikoj me sy se sa duhet t'i hedh miell që të bëhet kjo masa kështu. Nuk i hedh sheqer nga që zakonisht i bëj me çokokrem, që është i ëmbël, s'ka nevojë për sheqer. Zakonisht krepat i bëj me banane, do me thënë fruti që përdor përgjithsisht është bananja. Sot nuk kam banane, kështu që do t'i bëj me kivi dhe me dardhë. Do t'i pres holl, edhe Logan i ha nuk i ka problem. Për jashtë është goxha ftohtë. Është, më duket se thoshte ishte 9 gradë në mëngjes dhe ndihej sikur ishte 1. Do ta bëj mami me kivi. Okej, mere. Po ta bra gati, po të ike. Pje. Oh, wow! Is it nice? Është e mirë? Okej, dal të ushqej mami që mos të bësh pis. Big one, look. Kiwi futur brenda. Është kiwi futur brenda. Ka për mami me kivi, me biskot. Krem futur brenda. Edhe çokokrem, edhe biskot futur brenda. Çokoladë? Yeah. Futur brenda. Yes. Sip and sip. I bëri mami me të gjitha të mirat. Wow! Yummy in my tummy. Po ja çon bebi ti? Po ja çon bebi te barku? Lëre pak aty të lutem se çfarë ka me korrent nuk është punë jotja. Ktheu këtej. Big one? Perfect. Qa është kjo? Banana. 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 What is that? Hudhër. The fruit. I tjetër bravo shpirë. It does. Watermelon. Is this one watermelon? Po watermelon nuk është e mirë tani, është pashije. Pasilla. Pashije është I watermelon. Watermelon.
Po këto që janë këto? Qenë? Kiwi. Vërtit se nuk të dëgjojnë qupat. Qa e ka nëmën të regojë qupat të qenë të? Limon. Nisa këtë videon në mëngjesun, edhe pastaj thjesht harrova që kisha nisur video. Vetëm bëm çik pazaret e javës, u mora me Logani, nuk kemi dal fare. Këtë javë Logan është pushim, se këta kanë half term, kanë një javë pushim. E të them vërtetën nuk e di arsye pse kanë pushim, ndoshta për Halloween, po më duket idiote për të bërë pushim shkollat edhe kopshtet, për nejse, kanë pushim. Logan, hajde te mami, të lutem. Albani ka vendosur fshesën, po fshin Logan që i rrinë për këmbë nuk e la. Bleva këtë gjën, Morello, cherry. Nuk e di se çfarë është kjo. Në mbërësirë do më thëmë, po se kam provuar ndonjëherë, duket shumë e lezetshme. Ndërkohë që unë kam nga ajo tiramisuja që bëm me Albanin, kam akoma në frigorifer, tash do nxjerrim të ham çik nga ajo, se e gjynata më prishet. Doli Albani për të derdhur flerat tani, ke ndonjë kështu plastike, ndonjë gjë që riciklohet, më tha mua si do het koshi. Edhe i thashun po prit se kam këto, kam kartona, kam gjithë ato. Jo, tha vetëm plastike do marrun, të tjera tha bëj vet. Po ti jo bëj ta mami, thasho i klerë, më ngatron mua me plastike me kartona, se i gjerë vet, se mora vesh, se qishte jo ndarje. Kishte një kosh që donte ta flakte, edhe me qenë se do dilte për të flakur atë koshin, tek koshi i madh i plastikave, mori dhe ato plastikat e tjera, se nuk shkote do t'i qik më tutet e kartonat apo të meturinat e tjera. Po zotina. Një gjë aty që e vendosa çfarë se donte ta hapte Logan, që është gatimu, po do ta tregoj nesër se duket po duar. Ky është si rafti jon i dyqanit. Ky rafti këtu ka vetëm çokolata, patetina e gjëra të tilla. Hi, for now, it's a video system. It's sunny and so Careful. Oh, pizza? I'll be back. So big. Which way? It's this way. This way. Okay. Oh. It's a big rock. This way low. Now stay and then this way and then stay off with the black. Now this, yes, no, yes, then it's gone. Oh, this is good. It's this way now. My God. What's here? Nothing! Still bike! It's another bike? And the one bike? Yeah, it's another bike. Oh dear! This way! This way! Oh, yes, it's Chupa. Hello, Chupa. Chodź, Chupa, Bartik. Hello, Chupa.
Polista is coming. Me që se quna dolën me biciklet, gjëja preferuar e Loganit të bëj kohët e fundit, unë mendova që është momenti më fantastik dhe më i duhur për të treguar këtë gjën që ka marrë nga timu, që më duket se ua thash mbrëm, është përsëri një raft këpucësh. Tani është momenti i preferuar se nuk e kam Loganin në përkëmbë, e kuptoni besoj. Dhe do ta vendosim te kjo pjesa këtu, siç ju tregova shtëpinë, hyrja edhe direkt kjo dhomëza tjetër storage e vogël që kemi. Menduam që të vendos një tjetër, meqense ajo sipër më pëlqeu, ka dalë edhe shumë bukur, edhe shumë pastër, të gjitha këpucët atje fantastike, nuk bëhen fare me pluhur, nuk i kam në përkëmbë, edhe janë të gjitha të rregullta, njësoj do bëj edhe me këtë. Këtu përgjithsisht mbajmë këpucët që i veshim më shpesh, atletet, veshim atletet këtu edhe dalin direkt, ndërsa atje sipër siç e pat vendosa këpucët që i vesh më rrallë, jo kaq shpesh sa këto atletet që do vendosim këtu. Gjithashtu, tek pjesa këtu, Albani vendos edhe gjërat e tij të punës, sa vjen, heq atë xhiboxin e punës, çantën, gjërat e tilla domethënë, që i mbajmë këtu në hyrje. Edhe rafti tjetër që mora, erdhi po prap në këtë paketim, saqë Albani u tall me mua seriozisht këtë raft ke porositur, por kur remontova unë pastaj pëlqeu. Do t'rregoj kështu se si vjen. Dhe sigurisht që ky duhet ulur, duhet montuar. Pas ka me shkronja. Po ta vini re, këtu ka një A, këtu ka një C, me siguri kjo dohet B-ja e kështu me radhë. Dhe shikoni se si janë shufra të vogla, edhe këto më të gjata, të cilat montohen një e nga një. Dhe shpresoj që ta montoj dhe ta sistemoj përpara se të vi Logan. 2 pako të tilla, si këto që u tregova të vogla, 2 të tilla që janë më të gjata. Kjo gjëja për të varur, interesante. Nuk e di nëse ju thash ky rafti është jo si ai, po është pakës më ndryshe. Edhe që kanë të gjitha të ndara këto gjërat. E mora më ndryshe sepse atë që porosita të parin më vënoj shumë të vinte, më vënoj gati 2 muaj, thash një 2 muaj të pres me këpucët kështu nuk po duroj dot, kështu që më mirë do marr një tjetër. Edhe okej, mirë, nice. Ka këtë letrën që të tregon se si ta montosh, edhe nuk duket aq e vështirë. Fillimi mbar gjysmë punës, kështu që vazhdojmë me pjesën tjetër. Tani këto vertikalet sigurisht që do jenë më të shkurtra. Dhe i bie që do jenë këto të C-s. Çfarë është? Ka shumë na këto. Do vëri nana këpucët këto? Bukur? Yes. Yes? Okay, wait. This one. Which one? Yeah, wait a minute. Më duhet kjo first, pastaj ajo. What? Oh my god. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number 9, mamit. Number 9, do bëjmë 9. No. Ha? What? Më duket sikur kam, jo sikur kam montuar një raft kaq të thjesht, por sikur kam hedhur katin e tretë të shtëpisë. Kur di se çfarë bëra, se më duk çiksi i vështirë nga shumë gjëra në fillim. Por siç e shikoni, ky është pak më ndryshe nga tjetri, ka këto të hapurat këtu, arsye më thash sepse ai tjetri do vënojë më shumë edhe nuk doja të prisja. Por meqense unë e mora për atletet, thash po të vë takat janë të bezdisura, nuk do rrin këtu, ndërsa po të vendos atletet nuk do të gjej asnjë gjë edhe do rrin për qejf. Ka edhe ky 10 rafte, që i bie. Ka edhe të gjën që do varen, edhe besoj që duhet okej.
Në këto momente rafti këtu është lëmsh, domethënë kemi vendosur një raft tjetër të vogël, po që nuk mban shumë këpucë dhe është komplet pjesa sipër hapësire pa shfrytzuar, kështu që ky rafti është super zgjidhje. This one first. First this and one more time. Mommy. Mommy's. Wait. It's at there. Finish that, Mama. Daddy. Çfarë janë ato? Daddy. I vesh të detit i ato? Yes, Daddy. Kur të vëmë të deti prapë do t'i vesh. Finish. Finish. Okay. This. It's a first. Hiqe first. Now. It's good. Nuk e nxe, ha, bo. Finish them. And then. Logan. Dhe përfundimi duket kështu. Nuk është akoma i mbushur sepse kam disa atlete të tjera tek shedi, por në krahasim me çishte është super. Edhe janë çik për të pastruar, po këtë bëni sikur nuk e shikoni. Çanta e Albanit që përdoret çdo ditë, rrobat, këto që vesh për përdita, domethënë në punë. Këtu raftet e tjera do mbushen, atletet e Loganit s'kishan plan t'i vija, por meqense i vuri vet hajtuni i vura aty sipër i rregullova, edhe disa nga atletet tona që kishim aty që ishin lëmsh. Kam dhe këtë hapësirën këtu. Do ta shfrytëzoj edhe këtë. Po mendoja të marr një raft të vogël për të vendosur këpucët e Loganit këtu, po nuk e di. Të shikojmë. Po në krahasim me çishte duket super tani. Edhe mund të shfrytëzohet edhe lartësia. Një surprise, një cake me cherry. E di atë këngën me cherry ti? Ajo është me cherry, po nëse. Qa po hati? Kush të hapi ato ty? Kush të hapi? E bëri dadi? Po dadi qa po bën tani? Të bëj aty? Del ta veç i kamerën të tripodi. Ajo është thika, a? Shumë e sharë do ta presim. Oh, thank you so much. You're very welcome. Me gërshër. Oh, wow. Stop! The big. Shko, u bë pink. Qa është kjo pink? Më duket se është cherry. No way, Logan. It's a. Yeah, daj që. Sit down, sit down. No more. Qa më the? One more time. Yes, one more time. Wait. Shpresoj t'jetë bërë, se kjo deshte futur në furr, e tonë në vura në furr. A food and. Wait. Let's go. Oh, Logan, Sikoni se mirë që duket. Për të marrë mami pjatë? No way. Vosh pak? Janë të karikuara. Provoj pak? Am të goja? Fin. Tam, mama. Aman, pse të ka pjellë përëndia të karikusët e mi? Është mirë? Yes? Të provoj mama? So good. One more time? Nice? Yummy in my tummy. Okay, prit të jetë mami dhe dadit.